Sistemi shëndetësor në vend nuk ka program skriningu të detyruar për pacientët me kancer. Nga shoqata e pacientëve onkologjik HEMA, thonë se fakti që vendi nuk ka një program të tillë ndikon në diagnostikimin e vonshëm të kancerit. Në këtë moment në Maqedoni në mënyrë zyrtare dhe të detyruar program skriningu nuk ekziston dhe kjo është me të vërtet problem. Ne tani më negociojmë, bëjmë përpjekje që ky program skriningu të bëhet i obligueshëm për të gjithë qytetarët që janë nga 40 deri në 60 vjeç, gjithashtu të bëhet e obligueshme edhe për mjekët am, pra ata të kujdesen për pacientët e tyre, tha Ana Marjanović nga shoqata HEMA. Ndërsa mungojnë dhe programe për parandalimin e kancerit dhe programe për rehabilitim. Nuk është vetëm shërimi dhe terapia, kemi një problem të madh me pacientët. Sot po flas për pacientët me kancer të gjirit. Program për rehabilitim në përgjithësi nuk ekziston në shtetin tonë. Pra nuk është vetëm shërimi, duhet të gjithë të pyesim çfarë pas shërimit dhe kimioterapisë. Ende ka probleme, ende ka disa çështje që duhet të zgjidhen, theksoi Milica Kuzmanovska, nënkryetare e HEMA-s. Në kuadër të aktiviteteve gjatë muajit të ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit, organizata HEMA tha se këtë vit janë regjistruar mbi 1000 pacientë të ri me kancer të gjirit.